Papa Leoni XIV ka emëruar administratorin e ri apostolik të Shqipërisë së Jugut, At Flavio Cavalinin. Pas një pauze të gjatë, Selia e Shenjtë ka vendosur të emërojë administratorin e ri, detyrë që deri më sot e mbante i peshqvi i Shkodër Pultim zot Giovanni Peragine. Flavio Cavalini lindi në Verona të Italisë në vitin 1957 dhe do të veshte zhgunin franceskan dhe më pas do të kryente studimet teologjike në 1984 kur u urdhërua meshtar. Pas 2 vitesh ai vijoi studimet pranë Studium Biblicum Francescanium në Jeruzalem, duke marrë laurean magistralis në teologjinë biblike në vitin 88. I dërguar në Shqipëri në vitin 1993, ai udhëhoqi për 3 mandate provincën franceskane shqiptare. Prej vitit 1994 ka dhënë kurse mbi shkrimin e shenjtë në Institutin Filozofik Teologjik të Shkodrës. Nga viti 2015 jeton në Kuvendin Franceskan të Tiranës dhe i përkushtohet formimit biblik të laikëve dhe katekistëve. Përveç disa komentarëve biblik ka publikuar artikuj dhe studime mbi arkeologjinë e krishterë shqiptare dhe praninë e franceskanëve në Shqipëri. Prej fillimit të marsit të po atij viti ai shërben edhe si famullitar pranë kishës së Shën Antonit në Tiranë. Me emërimin e frat Cavalinit në krye të dioqezës së Jugut ka reaguar edhe kreu i konferencës i peshqnore shqiptare, Imzot Gjergj Meta. Në mesazhin e tij ai shkruan: "Shumë i dashur At Flavio, me shumë gëzim morëm lajmin e emërimit tënd si administrator apostolik i administraturës apostolike të Shqipërisë së Jugut. Ati i Shenjtë ka zgjedhur si udhëheqës e një realiteti misionar shumë të shtrirë gjeografikisht dhe mjaft kompleks, një misionar që ka ardhur në Shqipëri qysh në fillimet e hapjes së kishave, pas periudhës së egër të regjimit komunist. Ti ke shërbyer si provincial i provincës franceskane Zoja Anunciate, më pas edhe si famullitar në disa vende të Shqipërisë. Kontributi yt i vyer në fushën e mësimdhënies së shkrimit të shenjtë në seminarin ndërdioqezan në Ana e Këshillit të Mirë në Shkodër, ku janë formuar brezat e tërë priftërinj, është i njohur për të gjithë ne. Po ashtu është e njohur edhe puna ungjillizuese që ke bërë në gjitha misionet ku ke qenë, me shumë kreativitet e pasion. Si presidenti i konferencës i peshqnore të Shqipërisë, të uroj mirëseardhjen në këtë konferencë. Shpresoj shumë që së bashku me i peshqvinj të tjerë do të punojmë për mbretërinë e hyjtë dhe ungjillin në Shqipërinë tonë. Falenderojmë Zotin dhe Atin e Shenjtë Papa Leonin e 14 që ka menduar për ty si bari i administraturës apostolike të Jugut. Në Ana e Këshillit të Mirë, pajtoria jonë dhe Shën Marku ungjilltar të qofshin gjithmonë krah në punën tënde. Të shoqërojmë me lutje dhe afërsi vllazërisht në Krishtin, Imzot Gjergj Meta, presidenti i konferencës i peshqnore.